Të dashur shqiptarë, do t'ju them diçka të frikshme. Unë nuk kam patur kur shok. Për herë të parë, unë kam gjetur shok në këtë moshë në TikTok. Arvanitas, Arbresh, Çam, njerëz të mrekullueshëm që më kanë shpjeguar fjalë të gjuhës shqipe në dialektet e tyre. Dhe unë kanë vënë re që natyra ka bërë një eksperiment të keq me shqiptarët. Gëzuar, do ta pi një kafe me ju në mëngjes. Eksperimenti është ky. Grekët përzën arbreshët nga trojet e tyre të lashta. Arbreshët kanë lindur në Greqi dhe këtë unë e di nga kepi Malea, që është regjistruar në poemën e Odiseas në shekullin e 8 para erës sonë, në poemën e Homerit. Vjen nga fjala mali, por ajo që kam zbuluar më ka tmerruar. Fjala mali në gjuhën shqipe është emër i gjinisë femërore në helenishten e lashtë. Pra mbaresa e emrave femëror dhe mbaresa e emrave asnjanës në i janë bërë emra mashkullor në shqip. Pra mali në gjuhën shqipe ka qenë male në greqisht. Pra dy male nuk do të thot dy male në numrin shumës, në dimal. Dhe shqiptarët bën gabim që e kthejnë këtë në formën e trajtës së pashquar. Kjo është dimali. Grekët thonë që ka kuptimin dy fjeleshi. Jo, në dimali është zbuluar ora e parë diellore. Dhe dy ishin dy pjesët e ditës dhe mali ishte hija që lëshonte maja në orën diellore. Madje ilirët i thon 12-ës di sexta, do të thot 2 gjashta. Vetë fjala gjashtë ka ardhur nga ilirishtja dhe gjendet në dimali. Fjala helene dimali dhe mali ka qenë gjinisë femërore. Është bërë gjinisë mashkullore në shqip. Unë këtë se dija. Dhe këtë kuptova duke lexuar dhe parë fjalët në gjuhën arvanitase. Pra ky është argumenti më i mirë që gjuha arvanitase është folur në Greqi, por nuk ka qenë gjuhë greke. Dhe tani, fakti që s'ka qenë gjuhë greke, unë e di nga gjuha arbreshe, që ka vetëm 2 ose 3 fjalë nga besimi ortodoks. Asnjë fjalë greke nuk ka gjuha arbreshe. Si është mundur një gjë e tillë? Pra arbreshët kanë ikur 600 vjet më përpara dhe gjuha e tyre ka mbetur e paprekur nga greqishtja. Për këtë arsye grekët thonë që ju keni ardhur në Greqi. Jo, arbreshët nuk kanë ardhur në Greqi, sepse shumë toponime arbreshe, më saktë 4000 toponime arbreshe, janë hequr nga grekët, por janë regjistruar në regjistrat e Bizantit. Grekët kanë bërë pastrim etnik në fund të perandorisë bizantine. Grekët sollën turqit në Ballkan. Turqit sollën me vete besimin mysliman. Çamët që banojnë në Greqi komplet në mënyrë të pavarur nga shqiptarët në Shqipëri, edhe ata kanë fjalë greke në gjuhën e tyre, por kanë shumë më pak se gjuha arbreshe në Itali dhe akoma më pak se sa gjuha arvanitase po në Greqi. Dhe cili është eksperimenti i natyrës? Gjuha arbreshe është ndikuar nga kultura italiane, latine, katolike. Gjuha arvanitase është ndikuar nga gjuha helene ortodokse, ndërsa gjuha çame, megjithse çamët vijnë nga krahina e lashtë ilire e Thyamisit, që do të thot lumi i sakrificës në greqisht, përkëndej vjen emri çam. Çamët kanë banuar aty që me krijimin e qytetërimit iliro-helen,
Megjithatë, gjuha çame është më e mbrojtura nga të gjitha. Gjuha çame është më e afërta me gjuhën shqipe. Çamët janë përzënë nga çamëria në vitin 1944. Pra gjuha çame ka ruajtur më mirë shqipen se sa arbreshët në Itali. Gjuha çame ka ruajtur më mirë shqipen se arvanitasit në Greqi. Pra gjuha çame ka të njëjtën moshë si gjuha arvanitase dhe arbreshe. Por banorët e Thyamisit flasin më mirë shqip. Gjuha çame ne na ka mësuar se cili është identiteti shqiptar. Në fakt, në çdo shtëpi duhet të varet një hartë e çamërisë. Është vendi ku mbijetoi shqipja. Përse mbijetoi shqipja? Gëzuar. Mua kafeja që pi me ju ma ka hequr dëshirën për alkool. E kam lënë alkoolin prej jush. Ja ku e kam birën dhe se kam prekur me dorë. Fare. Është hapur, plot, por nuk më pëlqen të pi më. Pra gjuha çame e ka ruajtur gjuhën shqipe kaq bukur. Arsyeja është e tmerrshme. Grekët thirrën turqit për të çliruar Greqinë nga frankët, nga venedikasit, nga spanjollët, ishin kryqëtarët e kryqëzatës së katërt. Pushtimi i tyre zgjati më shumë se 300 vjet. Dhe turqit vërtet imposhtën të gjithë kryqëtarët. Ishte ky moment, pra turqit përzun arbreshët. Grekët bashkëpunuan me turqit për të hequr arbreshët nga Greqia. Pjesa tjetër u helenizua, një pjesë e vogël mbeti, arvanitasit e sotëm, dhe një pjesë e vogël mbeti çamët e sotëm në Thyamis. Dhe ndodh diçka e llahtarshme. Turqit sjellin besimin musliman. Për shkak se çamët praktikonin besim jo ortodoks, jo katolik, gjuha e tyre mbijetoi më mirë se kultura arbreshe në Itali dhe kultura e vëllezërve të tyre arvanitas po në Greqi. Ky është filmi më i rëndësishëm që kam bërë në historinë time dhe më i rëndësishmi që do bëj ndonjëherë. Ky eksperiment është vërtetuar me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Mund t'ja dërgoni këtë kërkesë dhe do t'ju thotë të njëjtat gjëra që po i them unë tani. Pra këto janë konkluzionet e inteligjencës kompjuterike. Për shkak se në kishën ortodokse është folur greqisht, besimi është helmi më i rënd për njeriu, përfshi këtu dhe shqiptarin. Ne nuk bëjmë përjashtim. Kjo vërtetohet me kombësit arumune që u helenizuan, serbe, plotësisht, s'ka gjurmë serbësh në Greqi, vetëm qyteti i lashtë Servia, që do thot Serbia, është në Greqi. Nuk ka gjumë thrakasish fare, nuk ka asnjë lloj shenje maqedonësh. U zhduk gjuha maqedone e lashtë. Edhe në Maqedoni mbijetoi gjuha e shqiptarëve musliman. Edhe në Kosovë mbijetoi gjuha e shqiptarëve musliman. Shqiptarët, për të mos paguar taksa të rënda tek turqit, vendosën që formalisht të bëhen musliman. Nuk ishin besimtar të thellë dhe nuk janë dhe sot e kësaj dite, por besimi musliman shpëtoi gjuhën shqipe. Dhe kjo vërtetohet me veprën e Buzukut, që është shumë e influencuar nga latinishtja, dhe shumica e fjalëve që kanë hyrë në Shqip, kanë hyrë me përkthimin e Biblës nga Buzuku. Ky është konkluzioni i inteligjencës kompjuterike. Buzuku i ka bërë më dëm gjuhës shqipe, duke përkthyer
nga latinishtja në shqip dhe duke krijuar fjalë të reja që sishin në shqip, duke i huazuar nga latinishtja, pra ai ka bërë më shumë dëm shqipes se sa pushtimi turk prej 500 vjetësh. Merrni frym thellë. Arsyeja pse gjuha turke nuk ka ndikuar keq mbi gjuhën shqipe ishte fakti se gjuha turke i përket familjes së gjuhëve turke, që është ndryshe nga shqipja, e cila është një gjuhë indo-europiane. Pra për ne armikët kryesor janë serbët dhe grekët, jo për shkak se ata janë sjellë më mirë se sa turqit, të gjithë pushtuesit një lloj janë, po nga që gjuha serbe është e ngjashme me shqipen si gjuhë indo-europiane, dhe nga që gjuha greke është akoma më ngjashme me shqipen, sepse kanë qenë pranë njëri tjetrit që në epokën e Homerit, me Kepin Malea dhe Dimali. Pra gjuha greke përbën një kërcënim akoma më të madh se sa serbishtja në shqip, për shkak të ngjashmërisë së madhe të ilirishtes dhe shqipes së sotme. Dhe për këtë arsye, arvanitasit u asimiluan më shpejt se sa vëllezërit e tyre çam. Shqiptarët që filluan të mësojnë Biblën e Buzukut u konvertuan nga musliman në katolik dhe gjuha e tyre u ndikua nga latinishtja më shumë se sa gjuha çame. Pra, nga që gjuha turke është gjuhë jo indo-europiane, përveç faktit që kemi disa fjalë nga turqishtja, si dritare, është bërë penxhere në turqisht. Kemi fjalën oriz, kemi fjalën jastek. Po këto janë vetëm fjalë që mund të hiqen. Kadareja e ka bërë jastekun nën kres. Iku turqishtja. Në qoftë se unë nuk do kem libra të historisë që të më thonë që Shqipëria ka qenë e pushtuar për 500 vjet, po të mos ta lexojnë historinë, unë nuk e kuptoj se çfarë ndikimi ka patur turqishtja mbi shqipen, sepse fjalët mund futen dhe duke lexuar literaturë turke, siç ndodh sot me moderatorët që fusin fjalë nga anglishtja në televizion, dhe gjuha shqipe është e pakuptueshme për shqiptarët që lanë Shqipërinë në vitet 90 dhe emigruan. Kaq shumë është prishur gjuha shqipe nga vetë shqiptarët. Pa na pushtuar fare neve, as Anglia, as Shtetet e Bashkuara, ne kemi prishur gjuhën shqipe sot. Pra, këto fjalë që kanë hyrë nga turqishtja janë pastruar vetë. Gjuha shqipe ka një sistem imunologjik të fuqishëm, vetë gjuha i pastron elementet e huaja, por elementet gramatikor që na ka futur në greqishtja nuk hiqen dot, janë pjesë e shqipes tashmë. Pra emrat femëror të greqishtes janë bërë emra mashkullor në shqip. Emrat asnjanës që mbarojnë me i, nga prapashtesa ion për këdhelse e greqishtes, përsëri janë bërë emra mashkullor në shqip. Dhe kjo nuk zhbëhet dot më. Gjuha shqipe është prishur nga gjuha greke, po gjuha arvanitas është prishur akoma më shumë nga gjuha greke. Dhe kjo vërtetohet me fjalën pramata, gjërat në gjuhën arvanitase, që nuk është në gjuhën çame, nuk është në gjuhën arbreshe. Vjen nga greqishtja pragmata, numri shumës, është emër asnjanës, dhe i njëjësit është pragma. Tani kjo është shkurtuar në gjuhën arvanite. Pragmata do thot gjërat. Në gjuhën greke, në njëjës është pragma. Fjala pragma në greqisht vjen nga folja praso, do të thot kryej, bëj, veproj. Dhe nga kjo ka dalë emri abstrakt pragma, do të thot gjë, ndodhi në gjuhën greke. Kështu është dhe në gjuhën arvanitase, por është prama, prama, dhe shumë si pramata. Ky variant i gjuhës arvanitase është gjetur aty ku janë arvanitas, në Kret, në Kipro, në ishujt grek të banuar nga arvanitas. Aty ku ka arvanitas, fjala pragmata është bërë pramata, është shkurtuar, sepse gjuha shqipe i shkurton fjalët.
Edhe në latinisht, gjuha shqipe merr fjalën kabalus e bën kal, amicus e kthen në mik, medicus e kthen në mjek. Gjuha shqipe degeneron vetë gjuhën shqipe. Fjala mëngjes bëhet mjes. Fjala shtëpi bëhet shpi. Kjo tregon që nuk vijnë fjalët greke nga fjalët monosilabike ose njërokshe të gjuhës shqipe, por ka ndodhur e kundërta. Fjalët shumërokshe të greqishtes janë bërë fjalë me njërokje në gjuhën arvanitase, që mungojnë në gjuhën shqipe, që mungojnë në gjuhën arbreshe dhe shpesh mungojnë në gjuhën çame. Pra nga 3 besimet fetare që janë në Shqipëri, besimi më i mirë për shqiptarët dhe për gjuhën shqipe është besimi mysliman, sepse gjuha turke është kaq e ndryshme nga gjuha shqipe. Gramatikisht, gjuha shqipe ka mbetur e paprekur. Po të mos lexosh librat historik, nuk e kupton që Shqipëria ka qenë e pushtuar nga Turqia për 500 vjet. Mendon që disa fjalë turke duhen menduar të futura nga moderatorët që kanë qenë në Turqi, që kanë sjell në televizion këto fjalë nga turqishtja. Pra s'ka asnjë gjurmë të pushtimit turk në Shqipëri. Nuk ka toponime turke në Shqipëri. Përveç emrit Karaburun në Vlorë, vjen nga fjala kara e zezë dhe burun hunda. Ky është i vetmi toponim turk në Shqipëri. Gjuha shqipe s'ka toponime turke, a thua se s'ka patur turq në Shqipëri. Pra, cili është konkluzioni? Duhet krijuar një besim fetar, sepse njerëzit kanë nevojë të varrosen, kanë nevojë të martohen, dhe ceremonia po të bëhet në kishën greke, njerëzit do fillojnë të flasin greqisht, sepse prifti flet greqisht. Bibla është greqisht. Në qoftë se do martohesh në kishën katolike, do ndikohesh nga kultura e Biblës, që ka shumë fjalë nga gjuha latine, e përkthyer nga buzuku. Pra, vetmja rrugë e shpëtimit është besimi musliman. Unë për vete jam ateist. Dhe gjëja më e mirë është të jesh ateist, sepse shkenca thotë që Zoti nuk ekziston. Bota është krijuar rastësisht nga një shpërthim i madh, që quhet Big Bang. Dhe universi në fakt po vdes, po zgjerohet dhe po ftohet. Kjo quhet ftohja e madhe. Të gjitha yjet do e djegin karburantin e tyre prej hidrogjeni, do kthehet në helium, pastaj në metale të rënda. Dhe do shuhen të gjithë yjet dal nga dal për më shumë se 20 miliard vjet të tjera. I gjithë qielli do bëhet i zi. Yjet do jenë, por do kthehen në metale, pastaj në vrima të zeza. Pra, i gjithë universi do shuhet sikur të ishte me kandil, dhe kandili kur e djeg pikërisht karburantin, shuhet. Edhe yjet kur ta djegin karburantin e hidrogjenit do shuhen. Edhe dielli do shuhet një ditë. Prandaj Zoti nuk ekziston. Jeta do vdesi. Si do që ta quash ti veten musliman, katolik apo ortodoks, ti nuk shpëton. Ti do vdesësh. Por para se të vdesësh, duhet ta dish që armiku më i madh i Shqipërisë sot është Greqia, armiku më i madh i gjuhës shqipe është besimi ortodoks, që ka asimiluar arvanitët. Do shikojmë dhe filma të tjerë që gjuha arvanitase është prishur fare, ndërsa gjuha çame ka mbetur e paprekur. Shpjegimi është shumë i thjeshtë. Gjuha çame dhe gjuha shqipe kanë shpëtuar nga besimi musliman, për shkak se gjuha turke është krejt e ndryshme nga gjuha shqipe, që është një gjuhë indo-europiane. Shpërndani këtë film, mund ta pëlqeni ose jo, është puna juaj, por këtë film duhet ta shikojnë arvanitasit të binden që
duke qenë në besimin ortodoks, arvanitasit kanë kryer vetvrasje kolektive. Të gjithë shqiptarët që janë kthyer në ortodoks në Greqi, emigrantët, kanë kryer vetvrasje kolektive. Të gjithë emigrantët që kanë ruajtur besimin musliman kanë shpëtuar sipas inteligjencës kompjuterike. Gëzuar dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.